Po me gati bashkë për vigjiljen e Krishtlindjes. Krishtlindjen nuk e festoj, por që sonte jam ftu për darkë te Goca Xhaxhit, kështu që do rregullojmë dhe do vishemi bashkë. Kam një super veshje nga sauditët që nuk kam provuar akoma bashkë, por që këtu mrena them do dali super bukur. Musët kanë filluar pushimet dhe mund të them se ka qenë një, nuk e di, një ndjesi shumë e bukur, më u zgju pa alarm, por që prapë jam zgju dhe kam gjithë ditën tu sjell, tu blej ato gjërat e fundit, duke qenë se nesër janë myll, edhe më duket edhe pas nesër, së 7:26 dhe këtu është fest. Them se kam dalë thjesht për të kërkuar men, sepse unë nuk e di sa herë më duhet një diçka, edhe kam edhe lek le të themi kështu për të harxhuar për të blerë diçka të re, nuk gjej asgjë. Kur nuk kam lek, çdo gjë më duket super e bukur. Edhe pak ditë pastaj do nisem për Shqipëri dhe për mua është të merr me bo valigje 20 kg gati. Do të thonë, unë vështirë kam me bo çantën e dorës gati, se them çat marr, ç'a mos të marr, edhe keni parasysh është e vogël, imagjinoni tani me një valigje 20 kg. Ullova prapë me pjastër, duke qenë se dora që ishte shi dhe ishin lak pak, dhe tani do hedhim përfumin, duke qenë se kemi mbaru se bon edhe lip combo. Edhe ja si duket outfiti, kemi setin me funin, kemi gletat vishnje, se thash duhet se s'bën vishnje. Detajat si gjithmonë janë super të bukura. Tani kam çantën vishnje dhe pse është një vishnje pak më ndryshe dhe pallton e zezë, takat e zeza sepse ato vishnje kam lënë në Shqipëri. Tani do ikim, kështu që ripozoshëm edhe natën e mirë.